ndodh realisht? Është një mosmarrëveshje në punën e verifikimit të përmbytjes, kur në këtë familje që jemi tani, lartësia e ujit të paktën kalon mbi 1,5 metra në shtëpi. Dhe juve po e dëgjoni që unë po bëj pak, jo debat, por bisedë normale me këta të verifikimit të familjeve, dhe në 1,70 metra që është ujë, të thuash që nuk është dëmtuar shtëpia, kur vetëm pjesa elektrike e kësaj familje, nuk e di, po një specialist e di shumë mirë se sa mund të kushtoj. Për gjëra tjera pasaja, unë nuk di çfarë mund të flas. Unë është për verifikim të saktë. Unë jam për verifikim të saktë, si ai që është 2 metro dhe ai që ka 10 pond ujë në shtëpi, është si mund t'i presish këmbën një njeriu të thuash që je normal siç ke qenë. 10 pond ujë është e dëmshme. Si ai që ka 10 pond ujë dhe ai që ka 1 metër ujë. Është shumë e dëmshme. Shtëpiake, si mendoni, ka pretendime banorët për kompensim të dëmeve në renditje? Unë nuk jam në çdo familje, banorët kanë të drejtë. Në qoftë se ata kanë probleme, kanë të drejtë. Kanë gjithmonë dhe miratimin tim dhe zërin tim. Unë e kam dhënë me çdo lloj gazetari, të thot një gazetar që unë nuk kam folur një të drejtë kundrejt banorëve. Faleminderit ju.